Me të thënë drejtën, unë e kam sqaruar 100 kryet herës që kam qenë pjesëmarrës në takim, te kafja, kam qenë dhe tek aktiviteti që u zhvillu në Durrës, për shkak se është qarku im dhe unë aty jam votu. Unë marr pjesë në të gjitha aktivitetet, patjetër, kam qenë para disa ditësh në një tryezë që ka organizuar Grën Sheaj për çështjen e korrupsionit dhe drejtësisë. Në 2021, kur Partia Demokratike humbi zgjedhjet, kam qenë në një takim të Fatbardh Kadillit atëherë, u quajt Iniciativa Demokratike, po s'ka pas këtë bujë kaq të madhe si kësaj radhe. Unë jam i hapur, javës këtë të premte jam me Dashamir Shehin, do të dëgjoj propozimet e zotit Shehi për kodin zgjedhor. Kështu që unë s'kam asnjë lloj kompleksi në këtë çështje. Siç jam marrë dhe me aktivizëm gjatë gjithë jetës time. Kam një qasje tjetër ndryshe ndaj politikës, nuk i ndaj njerëzit në tradhtar dhe në njerëz cilët krijojnë fraksione tjera të tjera. Duhet sqaroj, së pari, ne jemi taku dhe nuk kemi thënë që do krijojmë forcë të re politike, që duhet ta përjashtoj. Së dyti, nuk bëhet fjalë as për një lëvizje për mendimin tim. Sepse si ti themi, sigurisht që kjo fortuna ngot, nisëm i them unë. Nuk e di, tani është, domethënë gazetaria ka lloj-lloj mundësish për me e quajtur. Nuk mund të jetë as fraksion. Jo, se kam thënë këto. Fraksion, jo nuk e kam me ju, e kam tërsi, domethënë mënyrën se si unë dal dhe përballem ndryshe nga kolegë tjerë që nuk dalin, domethënë me fol. Po duhet mësoj pse duket se si lën më. Po se di, me thënë drejtën. Unë mendoj që nuk kemi as fraksion. Pse nuk kemi fraksion? Domethënë me zotin Saljani, Ali Mehmeti apo edhe me pjesën tjetër të votuarve. Unë kam disa parime. Domethënë hyra ime në politik është për parime, që do të thotë, unë mendoj se vlerat konservatore, doktrina konservatore mund ta shpëtojë Partinë Demokratike. Unë mendoj që ka ardhur momenti për me bëj një debat ideologjik në Partinë Demokratike. Ky debat ideologjik dhe kjo doktrinë që mund të shpëtojë Partinë Demokratike shpëton dhe Shqipërinë. Pra vim dhe te qasja që përmendi zoti Burimi pak më herët. Propozimet e mia kanë qenë që Partia Demokratike të shkojë më djathtas. Pra, jo drejt qendrës, siç ka marrë ajo tani, po të shkojë më djathtas. Më djathtas duhet përqafojmë besimin te Zoti, familja, kombi, dinjitetin njerëzor, pronën private etj etj.